Iri dhe të rojem zonë Unë po vio në drenicëm Por gjepi trimnisëm Morim unë të rojem Mirëmbrëma të nderuar bashkëdhëtar kudo që ndodheni. Nga studio e televizionit Një Dritare ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj shikim të këndshëm. Një përshëndetje speciale shkon dhe për drejtorin e televizionit Një Dritare, profesorin akademikun Gjin Musa, të cilit i urojmë shërim të shpejt. Sonte në televizionin Një Dritare kemi një të ftuar speciale. Ajo është juriste, moderatore, poete, një zë i rëndësishëm i letërsisë dhe kulturës shqiptare. E kemi të lidhur direkt nga Kosova. E kush mund të jetë tjetër përveç se Marigona Kelmeri Jakaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion tonë. Kënaqësi të kemi sonte bashkë me ne. Mirëmbrëma, përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi është edhe imja që jam sonte me juve. Po kush është Marigona? Atëherë, Marigona... Më mirë se Marigona kush do flasi? Pikërisht kush shpjegon më mirë kush është? Më mirë se vetë... Atëherë, unë jam Marigona, Kelmendi që ka i qyshethe edhe ti në fillim të intervistës, jam e lindur dhe e rritur nga një fshat në komunën e Malishevës, dhe aty kam përfunduar shkollën fillore Tafil Kelmendi në fshatin Balaj të komunës së Malishevës, mandej kam kaluar në Kiev, kam vazhduar studimet në shkollën e mesme Lazgush Poradeci në drejtimin juridik, mandej në pas një periudhe kam kaluar në Pej, ku dhe kam ndruar një etapë të jetës, ose të them kam filluar një rrugtim të ri të jetës, që siç është ai statusi martesor, ku një martuar, dhe nga Peja e bukur aty kam filluar edhe studimet në fakultetin juridik. Në të njëjtën kohë kam qenë një nanë e 2 fëmijëve të Mirionit edhe Rinesës, një ambisje e shtëpisë, pasi që çdo grua çdo lloj profesioni që mund ta ketë, gjithmonë do të mbetet ambisja dhe atë punë të shtëpisë gjithmonë kanë mi prit të shtëpia. Çka do që kryen edhe që përfundan. Dhe aty kam, duke qenë një ambisje, një nanë që ju kom përkushtu edhe fëmijëve edhe punëve të shtëpisë edhe krejt ato, të njëjtën kohë dhe kam studiuar fakultetin juridik, asnjëherë nuk e kom pa diçka të pamundur, pasi që ka qenë ëndra ime jetësore, e cila më ka mbajtur të fortë edhe më ka dhënë dashni edhe më ka dhënë forcë që me vazhdu. Dhe aty kom përfunduar dhe fakultetin e drejtësisë, mandej kam kryer 2 vite provoj punën në gjykatën themelore të Pejës, në prokurorinë themelore të Pejës, dhe aty për 1 vjet radhazi, dhe të njëjtën kohë edhe kam shkruar non-stop, domethënë nuk jam dalur asnjëherë së përformuari në letërsi. Po, në fushën e letërsisë ke lënë një ndikim të dukshëm me 6 vëllime. Ke dëshirë të na i përmendësh një nga një ti? Po, thëm të drejtën me të 7 vëllime. Edhe 7. Po, e 7 ka dalë nga shtypi që 4 det mund të them. Po, si fillim ka qenë vëllimi, por unë kam pas shumë ëndër me qenë poete vetëm me një libri, pasi që mu duket diçka e pararealizueshme. Është ndalë
Linja, me sa shikoj? Po vazhdoj unë derisa ka i linja. Edhe më duket diçka shumë Je përsëri në linjë? Po. Po vazhdo se për 1 minutë u ndërprej linja. Okej, kërkoj falje për në një Asnjë problem. Dhe kisha ëndër që t'jem vetëm autore e një libri. Dhe qaq shumë jam mundu dhe jam sakrifiku për me realizu librin e parë, jo për materialin që nuk e kisha, se unë e kisha materialin për librin, por ishte ai orientimi që më mungojke dhe ajo mbështetja morale dikujt që më tregu më saktësisht si fillon rrugtimi një libri. Dhe në realizimin e librit tim të parë, Rrugët ekzistojnë, e kam titulluar me këtë titull, pasi që kam thënë që me të vërtet rrugët ekzistojnë, vetëm se na duhet orientim, një mbështetje morale, një dashni e sinqert për njerëzve që ta tregojnë me të vërtet një rrugë të duhur të cilën ti e dëshiron, dhe e kam titulluar Rrugët ekzistojnë. Libri i parë ka përfshi thënie ose aforizma, është përfshirë edhe me disa tregime të shkurtra me poezi, por aty kam vënë një laramani të krijimtarisë, pasi që mendojsha që vetëm librin e parë ku me bëa dhe ma ku mu stupu prej letërsisë, po nëse do e dija që do të vazhdoja prapë dhe do të vinte pas 2 muajve ose 3 libri i dytë i radhës, ndoshta edhe nuk kisha bën një laramani të tillë brenda librit të parë, por gjithsesi ka dalë shumë i bukur dhe quhet Rrugët ekzistojnë. Mandej kam filluar me librin Vargelot. Librin Vargelot kam shkruar të shumë dedikime, poezi të gjitha ngjarjeve që mua më kanë preokupu dhe më kanë shqetësuar shumë në vendin tonë, pra në Kosovë, të disa vrasjeve ose të vrasjes së grave, ose atyre temave të cilat shumë pak ndoshta dhe diskutohen në vendin tonë, dhe kam filluar prapë edhe me Vargelot, me librin, me vëllimin e dytë, duke filluar dhe startuar me librin Mos më lënda pranverë. Ishte syri pranverës dhe nganjëherë pranvera ta sjell një lloj emocioni, një lloj trishtimi, na shtemoj me thonë, ku fillon ajo koha e luleve dhe aty edhe shpesh herë dint na mungojnë edhe disa njerëz që ndoshta ndrojnë jetë gjatë stinës së dimrit dhe ta sjell një farë zymtësie ose një trishtim. Dhe aty e kam titulluar dhe librin Mos më lënda pranverë, dhe ai përmban poezi. Mbas librit Mos më lëndo pranverë, kam filluar me librin Gjurmët e mia. Gjurmët e mia ka ardhur si pjesë e asajna që gjithë secili kemi diçka për të lënë. Mjafton që ne të luftojmë dhe të mos dorëzohemi asnjëherë dhe të punojmë shumë për të lënë gjurmë, pasi që rëndësi ka që të jetojmë për të mos u harruar. Dhe kur e kemi synim që të jetojmë për të mos u harruar, gjithmonë duhet të luftojmë edhe për gjurmët të cilat ne duhet t'i lëmë, pasi që ne nuk do të jemi, ne uroj që të jemi sa më gjatë, por gjithmonë duke ditur që ajo është një diçka që nga dita ditës secili mundet të mos jetë, dhe aty kam titulluar Gjurmët e mia, dhe pjesën e asajna që gjithë secili ka diçka brenda vetes të mbaj një sekret ose një diçka ku do ta mbaj vetëm për veten e tij, duke startuar me librin Rëndë është pesha e fjalës. E rëndë është pesha e fjalës ka ardhur si një mesazh që të flasim bukur, të paktën të themi disa fjalë njeriu për njeriu mund të jetë edhe psikolog. Ne nuk e dim asnjëherë se sa ka nevojë njeriu për njeriu, pasi se siç gjithmonë shkojmë kur jemi, ndoshta ndihemi keq, jemi smut ose diçka, gjithmonë është ajo ndihma mjekësore që e kërkojmë, por nganjëherë jemi të smut ose ndihemi keq në aspektin shpirtëror, dhe aspektin shpirtëror nuk ka ndonjë banë ose ndonjë hap që mund të më ndihmu përpas asaj shoqërisë të mirë që nosh personave, njerëzve që na kuptojnë dhe i kuptojmë. Dhe rëndë pesha fjalës ka ardhur si rrjedhë asajna që me të vërtet fjala është e rëndë, por peshon shumë mirë, por din të peshoj edhe shumë keq, pasi që gjithmonë fjala është ajo që nuk harrohet. Pavarësisht flet mirë, keq, ngulitet ajo në kry. Mandena kam filluar me librin Dhëmbje morosur.
dhëmbje e morosur ka ardhur pak si frymëzim i pjesës së asaj në trazafatit, ndoshta që ka qenë e morosur për shkaqe të cilat ne i dim, por dhëmbje morosur ku ardhen në atë pikën që krejt mborosim diçka brenda vetes, e krijojmë një farë muri shpirtëror kështu në veten tonë dhe morosim shumë gjëra, morosim ndonjë sekret, ndonjë diçka që ne e dim ta bëjmë, por nuk ja themi dikujt ose diçka e tillë, por ka ardhur kështu si titull. Kujdesna shumë për titujt, kam qef me qenë pak nxehtës edhe pak t'i shtyj njerëzit t'jenë pak kurioz që të dinë çfarë ka brenda librit duke u bazuar në titull, dhe së fundmi pra ka ardhur edhe vëllimi i fundit dhe i shtati me radhë që është Mall i heshtur. Mall i heshtur ka ardhur si rezultat i asaj na që shpesh kemi mall dhimbje për disa njerëz, por nuk mund t'i themi pasi që ndoshta ka ndruar jetë ose jemi ndarë për shkaqe dhe për arsye të ndryshme, qoftë shoqëri, miqësi, dashni e shumë çka tjetër, dhe Mall i heshtur ka ardhur prej asaj na që shpesh dim të dojmë por të rrim të heshtur. Edhe heshtja ka vlerat e veta. Pikërisht. Na fole për gjithë vëllimet e tua, Po. shkurtimisht. Por unë jam kurioze, ndoshta edhe teleshikuesi. Poezia kur ka trokitur tek ti, që ke arritur të shkruash tashmë 7 libra? Poezia të unë ka trokitur në moshën shumë të vogël. Kam qenë shumë ndoshta a diqysh kemi kaluar disa periudha gjeneratat e tona. Nuk po dëgjohet përsëri, të shpresojmë që të vijë lidhja, Ka ati patriarti parët me fëmijët, duke e menduar atë pjesën që në rast se e tregojnë një afrimitet me fëmijët e tyre, kam i hu burnia. Se që ashtu ka funksionu në kohën e mëhershme. Dhe aty si fëmijë e vuajja një pjesë të asojnë të ati afrimitetit prindror ndaj fëmijës. Dhe më thonë se në fakt ata e kanë mbajtur atë qëndrimin për shkaqe që për arsye të veta, po fëmia gjithmonë është ai që ka nevojë për mbështetje, për dashni morale të anës prindrore. Dhe ajo pjesa e kohës të luftës, ku shpesh herë më thojnë që çu mban mend ti lufta ti e kanë shumë e vogël. Po unë mbaj shumë të freskët disa sekuenca, ndoshta jo krejt të qartë, po disa sekuenca që mu më kanë lënë pak në atë vrazhdsinë dhe atë trishtimin që ne kemi përjetu si fëmijë, të i lshu shtëpiat, të i lënë senet në për shtëpia për më mundu me ik, edhe në atë kohë, domethënë edhe një nan, edhe një bab nuk kanë pasur më pak se 5-6 fëmijë. Dhe tash duke llogaritur atë pjesën kur i lshojshim shtëpit me fëmijë shumë të shumicës të fshatnave, pothuajse të gjithë kanë pasur fëmijë shumë. Dhe aty dyqysh mbas luftës kisha shumë dëshirë me shkruaj për luftën. Shkruajsha edhe thësha që një ditë ku mi tregu dikujt që unë pëmbaj men atë pjesë të hidhur të popullit dhe të Kosovës. Por kom pasur dëshirë që ta bëj edhe një libër dedikuar asaj çka unë kam bajt mend në kohën e luftës, por për shkak ndoshta edhe të disa materialeve të mangëta që i kom pas për disa dëshmorë dhe ushtarë që kom pasur dëshirë të shkruaj për ta, e kom lanë në peng, por nuk do të thotë që nuk kom e realizu. Mandena i kom pezullu për një kohë të gjatë, pasi që kur u martova. Muzën brenda te, muza shpërthen. Ajo të mban formë dhe të kam. Aty kom pasur e vetëm ndim që ka qenë dhe e madhe ka qenë që kom pas hapësirën për të folur rreth librave të mi dhe për ta realizuar një ëndër që unë kom pas që ta ndëgjoj dikush zonin tem, zonin e një femne, një gruaje, një nanë, një ambisje, se si kam arritur që t'i thyej krejt barrierat edhe krejt pengesat e jetës dhe t'i realizoj qëllimet e mia. Përpos kësaj që mu ka dhënë hapësira, ka qenë edhe ajo pjesa që
që kam pasur mundësinë t'ja u shprehi shumë poezitë e mia, krijimtarinë time letrare, shumë njerëzve ku mendoj që ata kanë qenë duke më shiqur ose duke ndëgjuar përmes mediave, pasi që mediat janë një shtyllë kryesore e arritjes së suksesit të poetëve dhe të atyre të cilët krijojnë. Më ka ndihmuar padyshim që po, pasi që unë jam kom ndru ti kem vetëm 2 persona të cilëve mund t'ja interpretoj vargjet e mia dhe më kanë hapur shumë dyrë që të kem mundësi t'ja interpretoj vargjet e mia shumë njerëzve të tjerë. Si një ekspertë në fushën e drejtësisë, cili është mendimi juaj për të drejtën e autorit, me që përmendëm edhe plagjaturën më parë? Në Kosovë, por edhe në Shqipëri, se ne jemi Shqipëri e madhe, Kosovë, Shqipëri jemi një. Unë mendoj se shumë poetë të cilët krijojnë kanë pak një uri rreth të drejtës së autorëve. Pasi që të qosh një mëngjes dhe t'jesh një shkrimtar ose një poet nuk është diçka që do të kishte tingëllu mirë. Nuk po du me fol as me gjykime, as me paragjykime ndaj autorëve të tjerë, por kam parë shumë gjëra të cilat janë bërë jo në mënyrën e duhur, pasi që unë nëse lexoj një poezi të një autori tjetër dhe mua më pëlqen poezia dhe kam dëshirë që ta marr të performoj diçka tjetër brenda poezisë autorit, atëherë gjithmonë vlen të theksohet se në mënyrë ligjore dhe në të gjitha mënyrat vlen që duhet kërkuar leja edhe e marrjes privatisht të mbajtjes në një telefon ose duke mbajtur poezinë ose thënien e një autori të ndryshëm. Por të na pak që problemi kryesor tek ne është se ne shumë shkruajmë por pak lexojmë. Se nëse ne fillojmë që t'i lexojmë të drejtat e autorëve, nëse ne fillojmë të lexojmë mbi këtë se çka ka mu penalizu në rast të shkeljes së drejtës së autorit tjetër, atëherë mendoj që kish me qenë një rregull shumë i mirë i autorëve, i atyre krijimeve të cilat i hedhin përmes Facebookut, faqes së Facebookut. Unë kam pa shumë postime të ngjashme të autorëve të ndryshëm, po flas për çit kohën që tash moderne, pasi që në kohët e mëparshme ndoshta ata kanë pas mirë me një mënyrë që postu fotografinë dhe poezinë gjitur bashk në mënyrë që ta kenë ndoshta dhe të siguruar dhe të garantuar që s'do t'ju merret prej dikujt tjetër, por sot unë ka ndodhur që unë kam pa vetë poezitë time në faqen e dikujt tjetër ku nuk ka qenë i shënuar as emri i autorit, as askush, vetëm që është shënuar emri i personit të cilën e ka marrë ndoshta poezinë. Por mendoj që poet krijues nuk bëhesh as me një poezi, as me një libër. Poet lind shpirtresht, pasi që nëse në shpirtit nuk është poet dhe nuk je artist, atëherë nuk mundesh të krijosh. Dhe mendoj që as njerëzit të cilët jetojnë me një botë ku e shohin me një sy shumë, kanë një lumturi ose gëzohen me pjesët e jetës cilat ju janë afru, nuk janë autor ose shkrimtar prej shpirtit, pasi që poeti nuk shkruan gjithmonë për veten e tij. Mund të them të drejtën, në për të gjitha librat kam pika të cekura të shumë ngjarjeve të cilat mua më kanë preokupu. Së fundmi kam fillu, besom që fillimit nuk kam mujt me shkruajt poezi për dashninë dhe me postu, pasi që aty automatikisht kanë filluar. E mendojnë vazhdimisht se është poeti aty brenda vargjeve. Linja nga një herë shkëputët, e di me paragjyku, po do të përsëri, ja, Marigona u kthye. Po, kërkoj falje për ndodhin në lidhje direkte. Po. Cila është pika jote e dobët, se po flisje për poezinë në muzë? A ke një temë të cilën e ke më për zemër se temat e tjera? Po, pika ime e dopt është
zhgënjimi prej njerëzve të dashur, prej shoqërisë, pasi që unë jam një që kam një rreth gjanë numra, po shoqëri kam shumë pak, për faktin se ndoshta shpesh nuk mund të gjejmë ato ekranet tona ose ata njerëz të cilët ne na përshtaten, por pikë të dobët në muzë kam gjithmonë ato ngjarjet edhe ato problemet sociale që dinë me ndodh në vendin ton, dhe ato dhe zhgënjimet prej shoqërisë dhe mosdashurinë e njerëzve mes vete. Këtu i kam pika dobta që kam qef gjithmonë me i trajtu se pse njerëzit nuk arrin ta Përsëri ndalet zëri. Shpresojmë që të kthehet shpejt. Kërkojmë falje për Detrojem zonë Unë po vio në Drenice Polje Pitrimnice Marrim trojet etnike Ka i kemi bite Shqipës Nga profeti I liris Adem Jashari Dardanise Ja ku u rikthyem, Marigona është përsëri me ne. Do vazhdojmë aty ku e la Marigona, sepse linja nuk punonte. Po, ishim duke biseduar për muzën që ke për zemër. Po, për muzën poetike, të cilën e kam edhe një pikë të dobët, gjithmonë e kam ato trajtimet e temave dhe problemeve sociale, trajtimin e shoqërisë, ato trajtimet të drejtave të grave, të shoqërisë tonë, dhe atë dashurinë e njerëzve mes vete ku gjithmonë e ndroj që njerëzit të kenë mirësi dhe dashni të sinqertë mes vete. Po, e cike pak poezinë dhe se të tjerë, kush e lexon poezinë mendon që është poetja që ka pasur atë histori. Ka lexues, por ka edhe autor që mendojnë se poezia është vetëm vetjake, personale mund të themi. Sa vetjake është poezia jote dhe sa përqind është komplet nga ngjarjet që ndodhin, nga jeta që bën, nga rrethi që të rrethon. Natyra mund të shkruash? Asnjëherë nuk e kam poezinë vetjake. E kam në disa raste, por më shumë shpesh herë është ai frymëzimi në shoqëri, në atë çka shoh, pasi që ne shembujt më të mirë të një jetese ne mund t'i marrim në rrugë, në njerëz të ndryshëm, në ngjyra të karaktereve të njerëzve, dhe sa më shumë njerëz që njeh, aty kemi kriju edhe më shumë ngjyra poetike, kemi kriju karaktere të ndryshme, por më shumë e kam do me thonë atë pjesën ku marrë shumë njerëz, marrë karaktere të ndryshme për me shkru dhe me kriju, por shpesh herë din me qenë edhe vetjake, se une nuk është që muj me lexu poezit autorëve të tjerë dhe mund me kriju diçka për vete. Në asnjë mënyrë, asnjë në rrethon. Kam dëshirë me lexu poetët të tjerë, por vetëm atëherë kur unë nuk du me kriju. Nëse unë dua të krijoj, unë nuk mundem të lexoj autorët e tjerë, pasi që nuk mundem të krijoj. Këtë e kam kështu të lindur. Po, ndoshta kjo që thonë është poezia personale, sepse shumicën e rasteve poetët shkruajnë në vetë të parë. Po. Edhe mendohet sikur është personale poezia, po në realitet nuk shkruhen 7 libra komplet personale. Mund shkruash një libër për familjen, për miqt personale, por 7 libra nuk shkruhen, ose tjetër që ka 60 libra, nuk ka se si tjetë personale. Jo, asnjëherë. E di që secili njerë që vjen jetën tonë, vjen për të na mësu diçka.
ne asnjëherë nuk bën me refuzu njerëz të rinj që hyjnë në jetën tonë, në aspektin shoqëror, po flas në përgjithësi, pasi që gjithmonë kime marr diçka prej dikujt, por askush nuk largohet prap pa na lënë diçka, edhe prap kime marr diçka për me kriju. Kështu që çdo njeri që vjen në jetën tonë vjen për një arsye të caktuar, por edhe që largohet për të na lënë diçka ku ne prej aty mund të krijojmë diçka, por dhe ngjarjet të cilat na ndodhin në jetë, jo rastësisht na ndodhin disa ngjarje të cilat ne nuk dojmë me na ndodh në jetë, të hidhura, zhgënjime, mërzitje, raste të ndryshme e tjerë. Nëse kime ditë me nxjerr diçka prej atyre të cilave ti përjeton në jetën tënde, ty ka me dal diçka origjinale e krijuar, pasi që nisesh prej asaj që ti ke përjetu, dhe çdo gjë që ti e krijon dhe është e përjetuar prej teje si autor, ajo ka me dal origjinal, dhe kur e interpreton tek tjerët, padyshim që kime ngjall emocion tek të tjerët, pasi që mund të dikush ta ketë historinë dhe ngjarjen e ngjajshme me ty, dhimbjen e ngjajshme me ty, zhgënjimin e ngjajshëm me ty e tjerë. Pasi që ne jemi njerëz dhe mendoj që të gjithë ballafaqohemi me gjëra të ndryshme në jetën tonë, dhe nuk mundesh asnjëherë të shkruaj. Përsëri kemi një defekt në linje, është shkëputur. Diçka, të mos jetë marja, të mos jetë një person, të mos jetë një Rigona, në linjë. Po. Të mos jetë një hithërim ose një diçka që e përjeton, dhe jo, rastësisht, jo, nuk kam ardhur të shtat vëllimet poetike prej personale, por kanë ardhur, janë shumë ngjyshe, janë shumë llojshe, shumë karaktere, shumë ngjarje, shumë histori, por gjithmonë edhe shumë ndjenja dhe emocion duke i përjetuar vetë ndoshta. Për një grua të gjej vendin e saj në art, në politik, në drejtësi, është një sfidë. Po. Sa ka qenë sfiduese për ty? Shumë. Të arrini aty ku jeni sot, mund të themi. Shumë ka qenë sfiduese, se me i thonë dikujt që unë po du me bo që të rrugtim një jetë, askush s'kam i besu rrugtimit tëmë. Dhe nëse ju kisha thonë unë për shembull bashkëshortit, prindërve, motrave, vëllezërve, dëgjoni se unë du me qenë një poete, du me qenë një juriste, du me qenë një moderatore, ata më kishin thonë që këto janë disa rrugë që ti as nuk mundesh me ja dalë, por edhe të dojnë kohë për me ja dalë, edhe dojnë me i lanë të gjitha keq për me ja dalë asaj puna. Po ka qenë shumë sfiduese për me marrë besimin e tjerëve që unë muj me ja dalë. Po të njëjtën kohë, unë e kum pas atë besimin brenda vetes që unë nuk jam nalë dhe nuk jam dorëzu asnjëherë, pavarësisht të pengesave dhe sfidave dhe mos asaj në mbështetjes morale, ndoshta sepse shpesh herë mbështetja morale është ajo e cila ty të shtyn drejt një suksesi, jo gjithmonë ajo materiale. Unë ja kam dalë, kam pas besim në veten time, kam prap edhe ëndrat që njeriu ose femna do me realizu. Forca e femrës është shumë e madhe. Nuk ka diçka që mundet me rrezu, edhe diçka që mundet me pengu nëse ka forcën brenda vetes. Ne nuk na duhet, femrës nuk i duhet forcë bashkëshortore. Femrës pjesa bashkëshortore i duhet që ta ketë një bashkëudhëtar në jetën e saj për të ndërtuar familjen, të ardhmen dhe trashëgimin. Por forcën brenda vetes nuk ja jep as bashkëshorti, as dikush tjetër, atë vetëm mundet me zbej, pasi që forca brenda femrës gjithmonë ka me ekzistu. Pasi që kur një femër e ka forcën që ta qysh në start, të filloj një rrugtim, t'i la prindërit, të martohet, të shkoj të jetoj diku tjetër, të filloj lindjen e fëmijët, të filloj ato pjesë të jetës që janë më të vështira në jetën e sajna, ajo është forcë brenda sajna. Andaj asgjë nuk mundet me pengu diçka për me realizu edhe shumë suksese brenda sajna.
Kështu që mendoj që është një forcë shumë e madhe, por në varet prej grave se sa e praktikojnë atë pjesë. Unë kam qenë një praktikuese e mirë e forcës brenda meje, edhe pse shpesh herë më duket ka njëherë se po konsumohem duke u marrë me shumë angazhime, me shumë punë, po prap ekziston ai vullneti dhe ajo dëshira e plot e punës, e vullnetit, e sukseseve në jetë dhe ajo më mban, kështu gjithmonë të fortë. Të kështu vazhdo. Do të ndërpres një minutë që do të përshëndesim dëgjuesit dhe komentuesit. Patjetër. Emnia Krasniqi, përshëndetje stafi i portalit Një Dritare. Përshëndetje Albina në veçanti, përshëndetje për Marigonën, ju uroj një emision të bukur. Ka shkruar gjithashtu Indira Abdul Hoxha që na përgëzon për emisionin. Kemi dhe mesazhe të tjera. Sejme Lulanaj, përshëndetje, urime për emisionin, me pëlqen shumë emisioni juaj. Ne do të vazhdojmë të lexojmë vazhdimisht mesazhet. Klodiana Taka Ibrahimi, përshëndetje, urime për emisionin. Ju falenderojmë me zemër që na ndiqni dhe shkruani. Përsëri do t'i lexojmë edhe mesazhet e tjera, por të kthehemi përsëri të ftuarës tonë. Të them të drejtën, unë kam një edhe vetë si autore e shumë librave me poezi dhe me prozë gjithashtu. Një kuriozitet, por do ta kenë edhe shumë të tjerë poet për të ditur, me që ti edhe fushës në këtë ke studiuar, për kritikën letrare në Kosovë dhe në Shqipëri. A ekziston, a është zyrtare, dhe a mund t'ju besojmë atyre kritikëve letrar që t'i besojmë librin ton për një kritik, për një analizë letrare, më themi. Është zyrtare, është funksionale, por problemi është që ne nuk i pranojmë. Dhe shpesh herë dim edhe me ngatru kritikën letrare me duke e marrë si diçka personale. Unë sa hedh poezi në rrjetet sociale, unë me padurim pres dikush që ta bëj një kritik të tillë në poezi. Aty keme u ndërtu si poet, aty keme ndërtu edhe vargun tënde dhe poezin tënde, aty keme gjetit një përforcim të poezisë dhe të asojna që ti e krijon. Po ne shpesh herë dhe nuk dim ti pranojmë, nuk duam ti pranojmë, edhe është një pjesë tjetër, një problem tjetër që ne me librin në pjesën e kritikës letrare, thuaj se shumica e poetëve, vetëm po flas edhe për veten time, është një diçka gabim i madh, se gjithmonë duhet të nisësh prej vetes, me të gjitha veprimet që i bën, jo me kalu tek të tjerët. Ndoshta është kjo pjesë e mangët ku ne e hedhim në shtyp librin pa e dërguar tek dikush tek një autor për një kritik letrare. Dhe është gabimi më i madh që ne e bëjmë si autor të rinj, por është edhe ai problemi që ne nuk dimë dhe të mos i pranojmë. Ky është gabimi dyfish që ne e bëjmë. Pasi që në për poezitë të cilat i hedhin në rrjetet sociale gjithmonë vlen ajo fjala të lumt, bravo, të lumt, e bukur por shpeshherë unë të paktën pres prej autorëve të vjetër, të cilët kanë një karrierë të gjatë poetike, të cilët ata kanë qenë edhe mësimdhënës, ata të cilët janë pensionuar, unë mendoj që ata më së miri do të kishin me ditë se çka është të përmbajt shpirtin e autorit dhe ku ka dashur me dal, ndoshta me disa vargje. Po ne shpesh dimë edhe të mos i pranojmë, edhe të mos merremi me këtë pjesë, edhe ta anashkalojmë, gjë që është shumë gabim i madh. Po flas edhe për veten time dhe për të gjithë ata të cilët e anashkalojnë pjesën e kritikës letrare. Po regjia, mund të na vini pak muzikë dhe të rikthehemi përsëri në studio pas qasteve muzikore. Herëj në lana manetin për Shqipni një vesta kemi.
Vërtet dashnia për kombin. Nga pret vlora I smajt që mali, flamurtarja e shqiptari. Vendi mendje se I pushkës, Shkoder thishte se oso kuke, e lezi sufin ngryt radikës, rrime pa legjende divrës. Udha jon, udhe bashkimi, Shqipen shoj në zakushtrimi, herojt në lana manetin për Shqipni një festa kemi. Gjithmon gati për liri, luma me islam s'pahi. Koshkëria vend baroti, me bajo e qenë qit popullin. Rriten trima e trimnesha, Nga Presheva e te Pelena, Margohan toki lire. Ta kemi Shqipnin etnike. Udha jon, udhe bashkimi, Shqipen shoj në zakushtrimi, herojt në lana manetin për Shqipni një festa kemi. Për Shqipni një festa kemi. Sheshti burga llaverie, që solli historie, mjekër fort por si dëvora, Ismail Qemal Bej Vlora. Nga Kosova shpejt. Ja, ku kthyen përsëri në studio. Përshëndesim të gjithë teleshikuesit dhe komentuesit. Lola Shehi, një autor kritik për veten, nuk kënaqet me komentet bravo të lumt. Të pari, çdo autor duhet të jetë kritik për veten në mënyrë që të pres paqësisht kritikat e lexuesit apo të profesionistëve. Të përshëndesim Lola, ke shumë të drejtë, jam shumë dakord me ty. Përshëndetje, faleminderit që na ndjek dhe komenton. Faleminderit shumë, e përshëndes shumë Lolën dhe krejtë dëgjuesit. Unë kam zgjedhur të lexoj një poezi që shpreh mall të thellë për njerëzin e pastër, për mirësi të sinqertë dhe thjeshtësi shpirtërore. Mall njerëzi. Në merr malli për buzëqeshje të pastër, për duar që japin pa llogari, për sy që ndriqojnë si dritë agimi dhe shikojnë thirrje e dashuri. Më merr malli për fjalë të buta që shërojnë plag pa ilaç, për zemra që slodhen nga mirësia, të flas mirë pa dashur të vras.
Në këtë botë zhurmash e ngutjesh, ti rrallë më ndesh fytyra në dritë. Malli i çdo ditë më kaplon për njerëz të mirë e me pakës dritë në shpirt. Mariona, komplimenti vargjes më të vërtet që të prekin në shpirt dhe të vjen keq se njeriu i mirë po gjendet me vështirësi. I sinqerti, se njerëz të mirë me lajka ka, është mbushur edhe interneti. E vërtet. Dhe sa mirë dhe çfarë ndjenje e bukur është kur dikush tjetër interpreton vargjet e tua dhe aty kime u stupu automatikisht dhe kime mendu njëherë se sa bukur pas ma shkrujt, po gjithmonë kur interpreton dikush sidomos me emocion edhe me dashni, se është problem me kriju poezin për me deportu emocionin edhe tek dikush tjetër. Unë e them që nëse nuk është poezi që ka me ngjall emocion edhe te dikush tjetër, ka herë më duket që del diçka fallës. Po interpretimi ishte i bukur dhe më pëlqej poezia dhe e imja patjetër, por jo, poezia është shumë e bukur. Faleminderit që tani nëse ke ndonjë nga librat e tua dhe nëse ke dëshirë, teleshikuesit dhe unë kemi dëshirë të dëgjojmë Marigonën në një interpretim të poezive të saj. Pa problemesh. Atëherë poezin që e kam përzgjedhur është Më fal nan. Të thotë kishe me mua sa herë nuk kisha gjë. E di, shumë herë të qajt për mua dhe me mua ti u lodhe. Atëherë kur isha e sëmur ti nan në vetja dole. Më falë për vuajtjet që ti i pate, të rritëm unë e ti të jesh e knasë. Sa herë të rënduam me fjalë si kur kur s'do të rritëm, sa herë vuajtjet tua për të. Na falëm, sa herë të zuri drita e në ndindjet e qilpërës. Na falë për ftohtësi, na falë për krejt dhe mshurim. Unë sot u rrita e kuptoj rëndësinë tonë, por prapë mund të qëndroj afër sa herë ti qanë në motër. E vogël nuk dija, e rritur u largova. Nën, më falë që me ty nuk jetova. Ti jeton në mua, je brendësia ime. Nën, e di se më dënë edhe me një mi gabime. Faleminderit që ndave me ne një falje shumë e ëndël, e kërkuar nga Bia, dhe ma merr mendja se do jetë edhe një nga nëna na kthehet zëri tani s'po kuptoj. Regjia, edhe falja e një nëne do jetë po aq e ëmbël sa është poezia ma për zemër ndoshta më i me thonë, e kom poezinë edhe për babën, po nanat meritojnë shumë dhe ju jemi bërgjë shumë njët të gjitha nanave për sakrificat e tyne që i kanë banë në gjeneratat e tona për të na arritur ne, dhe mendoj që ju kemi bërgjë jashtëzakonisht shumë njët, por ajo kretë më e pak ta që unë kam mujt me baj, jo vetëm për nanën tem, po për kretë nanat, se të gjitha nanat janë një shpirt pastër dhe të gjitha të ballafaqohen me sakrificat të ngjashme. Ja u kum kushtu këtë poezi si dedikim, kërkim falje prej fëmijëve tek nanat për krejt ato dhimbje që ato kanë pasur dhe për ato dhimbjet e qepjes së rrobave tona në dritën e hanës edhe në kepjen e gjylpanës. Se tash ka ndru pak jeta normal, po në ato kona kanë pas me të vërtet vështirësi tjetesës edhe të mirëmbajtjes fëmijëve. Kjo është e vërtet, kanë vuajtur më shumë se ne. Tani teknologjia ne po i kemi gjitha gjanat gati. Ne, unë me fëmijët e mi kam qenë afërsisht si nana jote. I kemi bërë në fillim me dorë gjitha. Por sot mund të themi për fat që të reja kanë më kohë të merren me veten apo me artin apo me profesione të ndryshme. Të jesh grua është sfidë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Me që jemi tek sfida, të sfidosh do të thosh të provosh veten. Rinia sot me aj provon,
ai sfidon veten për të arritur dhe realizuar ëndrat e tyre. Ai sfidon veten për të gjetur veten e tij në këtë botë që po ec me hapa të shpejt, apo kanë rënë në një përgjumje të internetit, të rrjeteve sociale. Jo, nuk e sfidojnë veten dhe rinia e tashme nuk janë në gjendje as edhe një problem më të voglin, nuk janë gjendje ta menaxhojnë aspektin shpirtëror, psiqik, emocional. Njerëzit pyesin pse janë rritur numri i vetvrasjeve tek të rinjët. Numri i vetvrasjeve tek të rinjët nuk është diçka depresioni. Po, nuk është diçka që nuk mundemi me ditë pse është rrit. Është rrit për shkak të mospërgjegjësisë që ata nuk e marrin mbi supët e veta për problemet që i shkaktojnë dhe që i bojnë. Është rritur për faktin që ata nuk janë në gjendje me menaxhu situatat të rrezikshme edhe të rënda të cilat ata i rrethojnë dhe i ju ndodhin aty në jetë. Ata thjesht jetojnë jetën me një stres të lehtë të jetesës. Kushtet i kanë të gjitha. Prindrit janë ata të cilët kanë kujdes ndaj fëmijëve në mënyrën e komunikimit, mo nuk ekziston një komunikim i tillë ose një agresiv ndaj fëmijës, në raste të rralla mund të mendoj ajo, dhe mendoj që ai lëdhatimi i tepërt tek fëmijët e shkakton atë mos përgjegjësinë që ata mi marrin mbi supët e veta problemet që ata një ditë mja dal vet. Për shembull, nëse një gjenerat një moshatari imi në kohën e tashme ishte sfidu me mënyrën e jetesës ndoshta qysh unë jam sfidu për me u shkollu, unë mendoj që ai ose kish hek dorë krejt për shkollës, nuk i kish shkollu hiç, por është pjesa tjetër që ose kish rënë në depresion, ose kish rënë në stres, për shkaktin që është ajo lëdhatimi është i tepërt. Komunikimi është i mangët me fëmijën, e lëdhatimi është i tepërt. Plotësimi i dëshirave është i prapë është i tepërt. Ajo mënyra nuk jam mbështetëse e komunikimit të vrazhd prind fëmijë. Por të paktën m'ja tregu disa rregulla të jetës edhe me mësu fëmijën që me munu, me ditë me punu vet, me fitu vet, edhe me arrit disa gjanave vet në jetën e tina. Jo gjithmonë t'i ketë kitë sanet hazër, t'i ketë krejt gjanat për shkolle, për krejt tjetë invarën për i prindit. Nuk bën me kriju varësi fëmijës ndaj prindit. Una shpesh herë kom qef që me pa fëmijën se me lanë fëmijën edhe mos me pas një diçka. Fëmiju do të me ditë edhe çka është mos me pas një diçka në jetën e tina. Pse? Pse i krijohet ajo përshtypja dhe ai mendimi që ai duhet me punu për me ardhur deri te ajo që e don me pas në jetën e tina. Dhe është ajo pjekuria e atyne vetëm deri tek rrjeti social, vetëm deri ai epshi i dëshirave të tyne për me i kriju me kon më të mirë të shoqni, më u dok mas mirë ti, po flas për vajzat në një moshë shumë të re, më u dok mas mirë ti në shkollë ose me pas një veshje ndoshta jo të përshtatshme në institucionin ku shkon, tek të rinjët tash do vlen një farë mënyre e jetesës çdo të jetë dhe këto gjëra nuk janë gjendje me i ballafaqu ata dhe aty shkaktohet presioni, depresioni, stresi e shumë çka tjetër. Kjo vjen vetëm që rrjedh prej brendësisë tyne që nuk janë gjendje për mi kalu sfidat e jetës. Jeta ka sfida, edhe nëse ti nuk e përgatit veten tënde për sfida, për dështime, prej dështimit ki më ngrit. Unë asnjëherë nuk kam pas qef me realizu disa gjëra pa dështu, edhe realisht edhe kum dështu në shumicën e raste, po nuk kum dështu me thonë që s'kum e provu ma. Kum dështu dhe kum thonë faleminderit që dështova, se më besoj që kum e thonë edhe ma e fort. E gjeneratat e reja pak i shësë në tonë kohën jam edhe në rrugë, thuaj se të rrugë tu, shkon punë, hajde në shpe, i shë që janë edhe në mënyrën e sjelljes janë pak jo edukativ, edhe në mënyrën e komunikimit, edhe në mënyrën e përshëndetjes. Mu më ndodhë që shpesh mi përshëndet une disa tri, ma para se ata që përshëndetin njëtë më shumë ose diçka, janë shumë pa përgatitun për jetën, sinqerisht, por mendoj që faktori kryesor është gjithmonë familja, prindi, sepse përveç se familja,
përveç se familja, unë mendoj se këtë botë, ku konkurenca, sidomos digjitale, e ka kthyer njeriu në një robot, dhe po arrin në një pikë që njeriu kthehet haptazi, pa maska, vetëm një numër. Dhe besoj që rinia e ka shumë të vështirë dhe do një përkrahje shumë të madhe, dhe prindrit ndoshta ka prindër që nuk janë të përgatitur për gjithë ndryshimet që po ndodhin. Por të shpresojmë për më të mirën pastaj. Ka prindër që nuk janë përgatitur, po të paktën do të ketë prindër që ta mbajnë një pjesë përgjegjësisë të veprimeve të fëmijëve mbi supët tyne. Edukimin që në familje. Po, të paktën ta ketë një vizitë ose një lidhje shoqërore, miqësore me mësimdhënësin e fëmijët. Tri shtyllat kryesore që kanë me ndërtu një fëmijë dhe një adoleshent kanë me qenë ajo mësimdhënës, prind, normal shkollë, mësimdhënës edhe prind. Dhe një ndodhe kundër ta. Në rast se mësimdhënësi e treg vrekjen ose ngrit zonin pak me një mënyrë të shpërndaj fëmijët, atëherë prindja me njëherë ka me reagu se nuk duhet, nuk e ka drejt, asnjë mësimdhënës nuk ka dëshirë dhe nuk ka që fëmiu me qenë i dështum, mos me pas edukat ose sjellje. Mesazhi që unë jam kum thënë gjithmonë fëmijëve mi ka qenë: jeni të edukum pikë pari para se me mësu. Edukata gjithmonë vlerësohet me një notë më të madhe se sa dia. Edukata është një diçka që ty ka me të ngrit në shoqëni. Ka njëherë ndodhë që ne mësimdhënësit për hir të respektit, mund ka ndodhë vetë se unë matematik nuk më qenë shumë e mirë, mund ka ndodhë që mësimdhënësit për hir të respektit në randën e matematikës nuk më ka ndodhë për notave të sukseshme, edhe ka ndodhë që një mësimdhënës që ka pas respekt për edukatën temë, është ajo për mu, që më ka konsideru si mënyrën e komunikimit e ka bo sikur me bo me një kolegë të vete. Po kjo nuk ndodh në gjeneratat e tashme. Shkollën e kanë marrë si obligim, jo dëshirë. Unë ju them edhe fëmijëve të mi, shkolla është dëshirë, edhe nëse nuk ki detyra, nëse ki obligim me bë detyra, dush me marrë me lexu një lektyrë, një libër, një roman, një diçka që me qenë i përgatitur për jetën. Po, mendoj që e kanë marrë të gjithë një lloj obligimi që, wow, du të me kry shkollën edhe s'kem çare pa e kry shkollën. Jo një dëshirë të madhe. Po edhe vlen ai bashkëpunimi. Shumë është i mangë të bashkëpunimi, mësimdhënës. Në gjeneratën time, në shkollë të mesme, ka ndodhur që gjithmonë kanë qenë prindrit të cilët kanë ardhur, kanë komunikuar me mësimdhënësit, i kanë shiquar notat, mungesat e tjerë. Tash në shkollën e mesme, prindrit mendojnë që fëmia është rrit, edhe më nuk është e domosdoshme që të shkohet edhe të këshyret se a ka mungesa fëmia, vajza, djali atje. Kjo krejt është problem i startit të fëmijët, pra që gjithmonë është prej. Pra duhet të flasin më tepër me fëmijët, do t'i ndjekin më tepër, kjo është kudo nëpër botë, do ta lësh fëmin të shprehet dhe ta ndjekësh. Kjo është detyra kryesore e prindërit dhe edukata që jep në shtëpi. Po cilat janë planet tuaja në vazhdim? Planet vini së shpejti përveç vëllimeve me poezi dhe me prozë, të shkurtër apo të gjatë? Po, planet e mia për të ardhmen pikë pari kam romanin në përfundim. Romanin do e përfundoj në vetë është në përfundim, thuja i shkruajtur por në mënyrën për me shtyp ajo procedurë ka mbet. Romani është Lisa dhe Ondra, janë dy personazhe, dy vajza, dy motra, ndoshta kisha me thonë më realisht me qenë sakt, janë dy motra, dy personazhe, trajtojnë temën e dhunës, e cila ka ndodhur pas luftës tek disa familje, tek disa njerëz të dy vajzave, ku njëra ka luftuar për të shkolluar dhe për të realizuar ato ëndrat dhe qëllimet e saj, ndërsa tjetra ka qenë dhunuar dhe ke trajtuar nga që shkantit me qenë pas lufte një trup kriminalesh që
në për shkollat ndryshme e kështu me radhë. Është një temë reale e frymzuar në disa personazhe që pak është edhe imagjinat, ka fundi i romanit kom kalu në imagjinat me përmbyll atë pjesën. Tjetër, çdo roman ka imagjinatën. Një roman shumë i mirë, besoj që kam mirëprit shumë mirë, kam punu me shumë dashni, me shumë emocion, me shumë lat, se poeti nuk din me kriju diçka të dhëmshme ishëm, dhe planin kryesor e kam avokatin, jam të punu të studiu rreth drejtimit juridikut, dhe tani mendoj që kur kalon njëri një etapë të juridikut, të avokatisë, pak zbehet ajo pjesa e letërsisë, se angazhimet do të jenë më të mëdha, po nuk besoj që shuhet ajo muza poetike brenda. Ja, nuk shuhet asnjëherë. Jo. Ka etapa që të lënë, ndoshta, po nuk shuhet. Këtë do kishe dëshirë të përshëndetje sonde nga studia Një Dritare? Pikë sparje përshëndes minutat tjerë dhe fundi e emisionit, to janë minutat që kishin. Pikë sparje përshëndes drejtorin, Gjenën, e uroj një shëndet të plot dhe jetë të gjatë, ta kemi gjatë e më gjatë, pasi që ai që mbështet artin dhe krijimtarinë e poetëve, ai është në të vërtetë shpirt artistik, dhe ju uroj shëndet të plot dhe ta kemi gjatë. Përshëndes ty për atë pyetjet e mira të Kristalta, unë i du shumë pyetjet në një intervistë këso pyetjesh që janë edhe të mira, teknikun, pjesën tjetër, ata që na kanë dëgjuar, që na kanë shkruajtur, kërkoj ndjes për disa sekuenca të shkputura her pas here, por le ta dinë të gjithë ata që na dëgjojnë dhe shkruajnë që unë i dua të gjithë ata që e mbështetin artin, krijimtarinë, poetët, librat dhe artistët patyshim nuk vdesin asnjëherë. I falenderoj shumë nga zemra që isha sonte me juve. Ne të falenderojmë ty si ishe sonte me ne, një bashkëbizetim shumë i këndshëm. Unë kam biseduar drejtën kështu lirshëm, sikur me pakon të pi kafe me kiç ata që na kanë shiquar, dëgjuar, krejt kam ju mundu me qenë shumë e përafërt me ta. Po, patjetër, ja ke arritur shqillimit. Shpresojmë se edhe ti e ndje mirë me ne. Jam ndje mirë, jo mirë, po jashtëzakonisht shumë mirë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, iken minutat si pa kuptuar dhe emisionit i erdhi fundi. Nga studia Një Dritare, ju përshëndes dhe ju uroj një darkë të këndshme. Natën e mirë dhe miru takofshin në emisionet e tjera.